ardhur në kanalin tim, unë jam Bona dhe ky është kanali im YouTube-it. Ju uroj mirë se erdhët për gjitha vajzat që më ndjekin gjithmonë. Shumë faleminderit që më ndiqni, ju dërgoj një përqafim nga larg. Sot është ditë e mërkurë, ne kemi marrë pushimet e Thanksgiving edhe për gjithë ata që e festojnë, do t'ja që t'ju uroja gëzuar edhe pse është nesër, por nuk e di se do mundim që të filmoj nesër, kështu që po ju uroj sot. Ne edhe Aleksi është pushim, kështu që neve do të dalim. Ju mora pak në atë rutinën tonë të mëngjesit, duke bërë punë të shtëpisë. E la shtëpinë në rregull të pastër, sepse si thon happy wife, happy life, edhe clean house, happy mom, them unë. Gjithsesi, tani do të dalim. Kjo është veshja ime për sot. Kam veshur këto jeanset që janë pak a shumë kështu si gjëra nga fundi, edhe këtë barisut të zi. Me këtë jakën vëj që është shumë e lezetshme edhe unë i kam shumë qejf bluzat që janë me jakëve. Make-up siç e pat jo bëra shumë pak, por nuk bëra fare në fakt, sepse kam një dhimbje koke të tmerrshme sot që nuk mund të duroj dot, edhe unë zakonisht kur kam dhimbje koke nuk dua që të kem make-up në fytyrë, sepse më duket sikur ajo ma shton më shumë, kështu që thjesht kam vënë pak laps tek buzët edhe pak chapstick. Flokët i rregullova pak kështu kuturu. Edhe tani le të ikim bashk. Nuk e di, do të vim vërdall në për dyqane sepse kam disa gjëra për të marrë dhe le të ikim. Shkojmë me telefonin e gjenda tek Big One dhe shkojmë në Dollar Tree, pa të marrë për vetë se kishte shumë shumë njerëz. Edhe tani po ikim në Marshat që të shikojmë një gjë që mund të jemi aty në një sweater për Christmas ose një gjë të bukur. Kështu që do ju marr me vete. Goodbye summer nights, full of laughter and light. Hello on evenings wrapped in one so tight. We've danced on sandy shores, beneath the blazing sky. Now the nights are longer, stars are shining high. Goodbye summer nights, full of laughter and light. Një haul të shkurtër me gjitha gjërat që mora në Dollar Tree. Janë këto dy dekorimet që janë për Krishtlindje. Është kjo makina këtu super e lezetshme që lexon Merry Christmas, edhe kjo slita. Pastaj janë dhe këto lule që mendova që t'i marr të vendos tek dhoma e gjumit time. Drita. Këto janë të shkurtra në fakt, po mendova që t'i vendos te balkoni. Edhe këtë për në dhomën e gjumit. Nuk e di po i keni parasysh ato që vendosin tek nightstand. Në nightstand, kur flej gjumë për shumë, më vendosësh bijuteritë dhe të varse, çfarë do lloj gjë që të kesh në mënyrë që të mos ju mbasësh. Mund duket lezetshme dhe thash pse jo mos e marr. Çfarë do di? Mos e marr. Gjithashtu mora dhe këto si punë fjongosh, më duhen për Angelo, në mënyrë që të bëjmë një projekt që ka për në shkollë. Pastaj, te Big Y, mora këtë bukën që t'ja u dhe fëmijëve për në shkollë me peanut butter dhe me fluff, tomate, Coca-Cola, dhe gjeta këtë panetonin që është me çokoladë sipër, gjithashtu ka edhe çokoladë nga brenda. Kështu që, po, këto ishin gjitha gjërat që mora. Këto në Big Y kushtuan diku tek $50, kurse këto të tjerat për gjithashtu edhe me disa lojra të tjera që morën për fëmijët, diku tek $40. Ke diçka për të thënë? Pse? Përshëndetje nga një tjetër ditë. Sot është dita e Thanksgiving edhe do t'ja që t'ju uroj të gjithëve gëzuar, kalofshi sa më bukur me familjet tuaja. Ne sigurisht që jemi në shtëpi, do festojmë gjithë bashku me Aleksin, me fëmijët. Edhe tani jam duke përgatitur, kam vënë tërkin në furr, bëra mashpëtiro, bëra dhe stuffing, do bëj edhe atë gravin, të gjitha gjërat domethënë që na duhen. Dhe t'ja tregoj pak më vonë kur të përgatis edhe tavolinën dhe
për mashed potato që doli super e mirë. I kam hedhur një filxhan të vogël kafeje me krim, pak gjalp, krip, piper të zi, origan edhe doli shumë e mirë. Duke skuqur ca patate për fëmijët. Kjo është ai lëngu për stuffing, këtë e mora në Trader Joe's edhe kjo shpresoj që të dalë mirë, po që besoj të dali. E kam futur në furr për 30 minuta, pas do e heq atë mbulesën sipër edhe ta leve për 5 minuta të tjera. Këtu në furr kam futur stuffing edhe turkey. Do edhe pak që të bëhet, 5 deri nga ora 1 e bëhen. Është edhe stuffing. Shpresoj ka dalë i crispy sipër edhe i but nga brenda, besoj që ashtu duhet të dalë. Ky është viti im i dytë që unë bëj Thanksgiving edhe besoj që gjitha këto gjërat i bëj mirë, po nuk e di. Unë e provova dhe më pëlqeu të shpërndaj çfarë do thotë Aleksi. Fundi që më duhet bëj është ky gravy, që është mix, thjesht duhet ta vus të vendos ujë, domethënë pastaj do jetë këtë, do e bëj mix derisa të dalë kjo ngjyra kafe. Edhe kjo i hidhet si për turkey, mashed potato e të gjitha dhe i jep shumë shije. Shpresoj që të dalë e mirë. Mirëmëngjes. Ditë e premte jemi në shtëpi edhe sot do të zbukurojmë për pemën e Krishtlindjes. Më pyetët disa për juve nëse do të kemi vlogmas, edhe unë përpara ca ditësh bëra një ask në Instagram edhe gjitha vajzat që më ndjekin aty më thanë që duan vlogmas. Por puna është siç e thej ja u thash në videon e parë, unë nuk kam fare memorie në telefonin tim, edhe nuk e di nëse do mundem që ta bëj këtë gjë. Kështu që kam vendosur që edhe këtë vit të mos bëj vlogmas, sepse nuk dua që të bëj premtime të kota edhe pastaj të mos i mbaj dot më. Kështu që do mundohem sa më shumë që të kem content, mbase mund të vi me 2 video në javë, por që më shumë nuk të premtoj dot, sepse plus asaj jam edhe në punë dhe në momentin që unë vi në shtëpi është erësuar, kështu që nuk do mundem dot që të krijoj content ashtu si unë dua, që të bëj diçka të bukur. Kështu që po. Tani neve do ikim që të dekorojmë për pemën e Krishtlindjeve bashkë me fëmijët, do të shkoj jo të gjitha gjërat, vetëm sallonin. Nuk e di se do të gjej të gjitha dekorimet, sepse besoj që Aleksi i ka hedhur shumicën. Po. Kështu që më duhet që të shkoj në supermarkete të markë të tjera, por nuk do e bëj këtë sot, mbase do e bëj nga diela, kështu që do dekoroj me ato gjëra që kam, edhe kështu që edhe ju do t'ju marr me vete. Kështu që le të ikim bashkë edhe të zbukurojmë pemën e Krishtlindjeve. Like tiny dancers, landing soft on roofs and trees. The world turns white, a frosty canvas. God's brush painting winter dreams. Oh, the glow of joy is near. Feel the magic drawing near. It's a snowy Christmas. Heaven's gift in every flake. Oh, the love of God surrounds us in the snow He made today. Boots crunch paths through crystal blankets. Laughter echoes through the chill. Snowmen smile with snowflakes twirl like tiny dancers. Landing soft on roofs and trees. The world turns white, a frosty canvas. God's brush painting winter dreams. Oh, the glow. Dhe tani, pasi dekoruam të gjithë shtëpinë, është koha që të bëjmë një lakror me spinaq. Kam në spinaqin aty, siç mund ta shikoni, edhe do thoni juve tani që ti do bësh byrek me këtë bluzën kështu me supet jashtë. Janë festa njerëz edhe duhet dukemi bukur, kështu që mos tani gjë fare, mos më gjykoni. Kështu, tani do të bëjmë byrekun, do të zebrumin, edhe pastaj të bëj dhe gjellën të gjitha kështu, si më ka vajtur mendja kaq keq, nuk e di po byreku me spinaq që është preferuar i im. Edhe sa herë që e bëj në një të premte ose të shtuar kështu, më kujton fëmijërin time, më kujton shumë, më vjen shumë gjëra në mendje. Kështu që po këtë gjë do të bëjmë tani dhe le të fillojmë nga puna.
bumin, gati e kam edhe gjellën, edhe shpresoj që të më dali mirë, sepse zakonisht kur bëj goxha të e bëj një tepsi të vogël, po tani sot do bëj një tepsi më të madhe, edhe shpresoj që të më dali po aq i mirë sa ti i dali asaj gruas tek puna. Kemi një shqiptare aty tek puna, punojmë bashkë në tendentin në tras, po ajo është pak më e madhe në moshë, se unë mund të jem diku tek mosha e mamës time, mund të jetë ose është thjesht më e madhe në moshë se unë, edhe kërkoj një byrek për mëngjesin që bëm për Thanksgiving me spinaq, po kaq të mirë. Po kaq të mirë sa nuk di, domethënë, edhe shpresoj që të bëj të njëjtën gjë edhe unë, sepse me të vërtetë që nuk kam ngrënë asgjë që në mëngjes në orën 9 edhe po shkon në orën 3, kështu që njerëz, ja ku jemi sërish nga dita tjetër. Kam gjithë ditën sot që në mëngjes, po vetë ora 2:30 që bëm merr vetëm me punë shtëpie. Domethënë është vërtetuar historikisht 100% që më mirë të ikësh në punë sa të rish në shtëpi. Sa po ndjen në shtëpi, hap një punë, hap një tjetër edhe gjithë dita të ikën ashtu. Unë domethënë kam që të mërkur, vetëm të mërkur kemi dalë, që kemi qenë 6 ditë ditës jashtë se ishte Aleksi në shtëpi. Pastaj që të enjte, të premte, sot e shtun, kam gjatë gjithë këto ditëve domethënë vetëm merr me punë shtëpie. Nuk e di, po janë gjitha mamat kështu, apo janë vetëm unë, nuk e di, besoj që jemi gjitha kështu. Gjithsesi, për drek sot bëra fasule, e bëra të thjesht kështu domethënë, thjesht i hodha aty, pak qep, pak domate, këte janë dhe domethënë i kaurdisa aty, edhe bukën e kam të bërë, kështu që tani do ha pak drek, edhe këtë gjë jemi duke bërë sot, si ditë dimër që është, ditë e ftohtë. Për jashta ka shumë trafik, unë nuk kam dalë në fakt, po më ka thënë Aleksi që ka shumë trafik, edhe tani, sidomos tani në këtë periudhën që janë edhe festat, dje ishte Black Friday, sot është dita e dytë e saj, edhe njerëzit vrapojnë në dyqane që të blejnë dhurata për Krishtlindje, dhe trafiku është shumë busy tani në këtë moment. Po të dalësh për jashtë, besoj që do ngelesh në më shumë trafik se sa të shkosh të bësh shopping nëpër pazar, nëpër dyqane. Kështu që unë nuk po lëviz fare nga shtëpia, thjesht po ri këtu. Të gjetësohem se edhe shumë ftohtë është, edhe nuk duaj që ta prish Terezin tani, shko nëpër dyqane, se po vajte nëpër dyqane normalisht që pa $100 nuk del dot. Kështu që më mirë po ri në shtëpi, edhe kurse im bleka, edhe relaksohemi. Unë tani në fakt nuk di se çfarë të bëj. Duaj që të shkoj në supermarket që të marr ushqimet e javës, sepse po gati 2 javë që ne nuk kemi dalë, sepse kemi shkuar kështu domethënë njëherë në Piguaj, njëherë në Walmart, kemi marrë ca gjëra të vogla, edhe ashtu e kemi shtyr edhe javën tjetër, ashtu e kemi shtyr edhe me këto 2 javë domethënë, por që nuk dua që të dalë, nuk e di, thjesht nuk më bën që të dalë. Edhe gjithashtu më duhet që të shkoj të marr edhe dekore për pemën e Krishtlindjeve, sepse nuk kam asgjë, vetëm disa domethënë dekore të personalizuara. Por që nuk e di, nuk jam e sigurt nëse dua të dal ose jo. Kështu që tani do ha drekën edhe pastaj nëse dal do ju marr me vete, mbas të shkoj në TJ Maxx që të marr ato gjërat, po nuk e di, nuk jam e sigurt. Nuk e keni ide njerëz sa i lodhur jam, por që më duhet ikin në supermarket sepse detyra më thret. Si e bëra këtë me rim kështu. Po nuk kam mësuar se gjylet të sjell. Për shaka. Sot është shumë ftohtë, edhe nga e ftohta, po bie edhe pak borë në fakt. Edhe është tamam ajo periudha e vitit që është ky qielli i zymt, kështu melankolik, që të bën vetëm të rish në shtëpi edhe të qetësohesh aty, të pish një diçka të ngrohtë, po sa të ngrohet makina, se unë nuk e kam makinën me starter akoma, edhe tani gjatë periudhës së dimrit kjo është diçka shumë e keqe, sepse është goxha ftohtë edhe duhet të dalësh këtu, të ndezësh makinën, pastaj të futesh brenda. Përgjithësi mora një çaj të ngrohtë, ja,
është aq i nxehtë sa duket, më thënë që po e nxjerr tymin këtu sipër. Edhe kështu, tani do iki në supermarket të marrë gjërat e javës dhe juve do t'ju marrë me vete. Zëftot! Snowflakes twirl like tiny dancers, landing soft on roofs and trees. The world turns white, a frosty canvas, God's brush painting winter dreams. Oh, the glow of joy is near, feel the magic drawing near. It's a snowy, snowy Christmas, heaven's gift in every flake. Oh, the love of God's around. Që marrë tek Trader Joe's, mora këtë peanut butter, që është organik, thot, ishte pak më shtrenjtë se të tjerët, po besoj që do jeti mirë. Mora spinaq, mashurka, portokalle, koz, vez, miell, mora këto kiwi, piperka, makarona, kështu edhe makarona të gjata, mora cereal, një lëng pule, një juice, mora këto për të bërë hamburger, banane, patate. Këto janë urma, kishte dalë urmat. Sheg. Çfarë quhen këto? Hash brown, pul, salmon, mish, gjitha një panettone, domatina të vogla, edhe English muffin. Të gjitha këto kushtuan $180.